Rritesh me ëndra të mëdha. Të thonë, mëso që të bëhesh dikushi. Mëson. Studion. Diplomohesh me sakrifica. Bën master. Merr kurse të tjera. Certifikata pa fund. Zgjohesh herët. Flevon. Punon edhe kur të tjerët pushojnë. Bën një CV si roman. Shkruan letra motivimi që edhe Shakespeare do t'i kishte zili. Shkon në intervista me kostum serioz, me fjalë të zgjedhura, me ëndra në xhep dhe pastaj puna i jepet nipit të drejtorit që akoma nuk di si hapet një kompjuter. Sepse është i familjes. Sepse është i njohur. Sepse është një çun i mirë. Ndërkohë ti, me gjithë diplomat në krah, pret përgjigje që nuk vjen kurrë. Ose të marrin për një punë ku të thonë, kërkojmë 10 vjet eksperiencë dhe paguajmë si për 10 ditë. Lodhesh të bëhesh dikushi dhe në fund sheh që dikushi u bë ai që s'lodhi kurrë. Planifikon gjithë jetën dhe të hedh jashtë loje një lidhje, një miqësi, një njohje që se kishe futur në asnjë plan. Prandaj, bëj çfarë të mundesh, por mos harro të jetosh. Se në këtë botë, për sa shumë përpiqesh, gjithmonë ka një budallallëk që të merr para se të marrësh atë që do.